better. Love me, please, and stay. Really doesn't matter. Wake me up today. Not even when I run or cry. I'll change and rearrange my Mirë se erdhët të dashëmi që një drejt për drejt ekranin e televizionit Klan dhe sot mes këtyre duar trafitjeve fantastike. Sot në këtë atmosferë fantastike në studion tonë do të prezantojmë pas pak një të ftuar, një nga emrat më të mëdhenj të skenës shqiptare që me dhjetra rolet e tij na ka bërë të argëtohemi dhe të qeshim pafund. Në insertin që do të shfaqim tani do të marrim vetë dhe do të mësojmë menjëherë se cili është i ftuari special yni për sot. E shohim. Jemi të nderuar ta kemi sot në studio. Zef, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, falenderoj shumë. Ju falenderoj me zemë që më keni ftuar. Po kohë gjatë se s'kam dalë në televizion. Na dalim atje te skena jonë, por ashtu në problemi se nuk ka më aktivizim të madh televizionet, se kanë programet e veta, edhe turnen që s'kanë pare me pagu, me vu për mjera, mo për s'kanë pare me ba turne. Megjithatë, kështu është me shumë gëzimvim, televizionit Klan, si cili televizion, e sidomos të programi joti mrekullueshëm. Rudina. Falenderoj shumë i dashur Zef. Po, për ne është gjithmonë kënaqësi, sa herë që vjen, sa herë që të kemi pasur në programet tona, programet e ndryshme që unë kam bërë, gjithmonë ndjehet në publik, atmosfera ndryshon me njerë, sepse Zefin e duan fort, Zefin e duan të gjithë. Është një artist të cilit humori flen në shpirt, edhe vetëm me prezencën e tij, vetëm me mimikën e tij, disa gjestet vogla, i bën me njerë të gjithë të qeshin edhe të kënaqen. Je i bekuar që ke këtë lloj aftësie për t'i kënaqur kaq shumë njerëzit, për t'i dhuruar kaq shumë momente gëzimi. E ndjen këtë? Po, ka pështu Roza me mu. Po. Duhet ke qenë shumë e lumtur gjithë jetën e vet, Roza. Njështu, që po më thu ti, njështu më thot Rozi, gruja, është një gru shumë e mje, më danë fort e një. Unë ndje diçka më interesante nështë se këto fjallë, se nështë janë edhe të dalin nga zemër aty për misin edhe për simpatin që kini për mu dhe naturisht e spektatori. Por një fjallë shumë interesante. Jeta nuk është në gjë e madhe fort. Jeta zisa që aje zoti me e kalu, por me shpresu shumë. Edhe mu knasë. Knasi rëndin, kur e ke përballat knasi e spektatori, cili ka kalu me vite e vite e nuk të harron as pak, po për këmë nërëzi, duke ba dhe fjallë, shamate, halë probleme, gjanë me goj, e të përmendin, si me kanë pjestari shpis. Pra me jam shumë, i gëzum, e i dundëm. Zep, të shikoj në formë shumë të mirë, në formë të shkëlqyer. Sportiv, energjik,
Sigur s'ka ndryshuar asgjë në jetën tënde. Koha sigur ka mbetur në vend. Është se kam marrë fije më mirë, jam bërë më mirë se kam pas një problem para një vite gjys, por kam marrë mirë. Për fatin të mu liru kama dhe dora, ashtu e Zefi shkati fuqishëm, që batë salto, fletë shumë, bankë parodie, kuplete, imitime, gjitha, pati njëra, se edhe mosha bandë vetën, se nuk ma din se sa vjetë qamë, për dikush edhe din. Po vështirë ta gjenë me mend, jam e sigur që vështirë ta gjenë me mend. Kena thëja bollë, në fakt. Por kam harru me matë tensionin, miku tensioni FNL, kështë që mda një shëmi cerebrale, cilën e kalova me suksesën sajt doktorëve tonë, mirë fort, shpitalit tonë, edhe fëmijëve të mi që ju interesunin në njërë të jashtëzakonshme. Ne të urojmë jetë të gjatë, të paqim sa male. Faleminderit. Zefin ton që e duan fort. Zef, në të lejtë qka, e njëse pak më herët e preke vetë që nuk jemi shumë më në skena, në ekrane, kjo është një cikël jete, dhe në famënyre është edhe natyrshme ti të kështu, po të mungon skena, si ndjehesh sot? Unë jam teatri me gjenin, bashkë dhe aktivitetin, ashtu si çdo herë, të 43 vjetë s'kam da kur, vetëm pjesa që shku me jashteti si emigranda, po me gjithate edhe shkalej besh për pak, se unë nuk mund të rri lërë teatrit me gjenin lërë Shkodrës, edhe skenës edhe ekranit. Edhe spektatorit tem, i cili ma ka vu emnin, më ka rrit emnin, edhe më ka vu disa ula. Artisti meritume, mjeshtër i madhe, me dënë forte, unë si mund t'i iki prej skenet. Por skenet sot është atin të Shkodrë. Dalim nga i herë aty në shfaqen premierat tona, të cilët thash nuk realizohen, në turne nuk realizohen më shku. Televizionin hap boll, kanë programet e veta, gjithë cili ka mundësin me kolonis me atë artista që i ka këtu në Tiranë, se shumë televizionin në Tiranë. Kurse televizionet e rrathëve në shojnë se marrin prej njëni tjetit dhe kure marrin dhe për Shkodrën, di si marrin dhe Zefin dhe transmetojnë qytetet e veta. Zef, unë duat të sjell një kolazh me disa momente, është një mënyrë shumë dinamike e të montuarit të ti, sigurisht sepse bukuria e pjesëve të tua që ti ke interpretuar si shosh ato nga fillimi deri në fund, sepse aty çdo batut është e bukur dhe ne pothuajse e dim edhe përmendesh të shumë numrave të që ti ke vënë në skenë, por një përmbledhje të disave prej tyre dhe më pas ndoshta do të kthehemi sigurisht me pyetjen, mund të jetë edhe klishe, por gjithsesi unë jam shumë kurioze të di cili është roli yt më i bukur, atë që ti mban gjithmonë më shumë se të tjerët ose që e diferencon më shumë se të tjerët, që kalon më shumë gjurmë të ty. Gjithsesi kujtojmë një pjesë të roleve që Zef Deda, artisti i madh, ka interpretuar. E shohim. Forza plano! Dëgjo, rreur për thamë, rreur se vaj nomin ditën për ditën ty më Kush? Njerëz më të ftoftë se ju, unë nuk kam pa. Fredo për Fredo, krejt. Në me Fredin punët. E më falni, po me keto ta studioni. Motër. Një herë vërtet dashuron njeriu vërtet. Po pse më i motër mizore do në ta konsumosh dashurin të në të parë për një fatar? Posta. Ti lumë të ju ka ardhi letër nga SBA-ja. Kush është hapa më? Amerika Vespucci. Paket mu për jam e iket? Ju. Me që më e ke? Gjemali? Komitet Gjemal? Mama, Gjemali është bërë shoku Gjemal? Pra njeri, unë jam konati shoku Gjemal. Jam konati shoku Gjemal. A? Pa? Urdhoni, kaloni shikoni veshjen majet plepave. Dila kuqet mu desh, se nuk pata nga kaloj, dhe uj më lëshua rebesh, bana dush pa pas nevoj. Si ka mundësi? Kasemi? Mos i bermohit e burë, e mos më bani këtë punë, se pasha kërët tëmë. E mos e paqa, kasemi jam bashkë dorave. Kasemi? Rjën, Kasemi! Kasem, del për jashta. E madhejse të shplat shamata, mzure rrugën, mor kokder.
pse ka shplak po duke blavo. Jo, prindi. Unë jam stërprindi i Zafirit Plavo. A, stërprindi, atëherë këtë duhet jetë të gjysh Miloshi? Jo, Miloshi, jo. Miki, gjyshi, Miki. Si të prezentohen? Si të paraqitin kur shkojnë në përzyra, mere? Më falni, jam kurati i Gjeval Katunarit. Ke fillu dhe të kru, se shpale? Oh, sa anakronike jemoj, mama. Po kjo është stili modern i tesërit. Kur risi ju del njerëzve modern, ka dheri plëtë ma në kokën poshtë. Unë, po të dua, mund të ecë edhe kështu, ja. Po ja, s'ko të parë. Me ke flasë. Ke për të pasi si kam për tjera unë kësaj asgone. Ta malmal, unë i këtë punë kam po tonë jetën. Edhe dashni s'kam po askur, jo kam po dashni. Po nuk e kam ditë me paracit, në është ako që di. O pove. Ja, edhe jesi kam pas bos dasht me dasht një kam, edhe e pëshikjot e kështu, edhe nuk meti për mu. Me ta besjarë. Ka marrë gëllë dhe fija, ka ikë. Në burrenj. Të raftë, pika të raftë. Pa ti në Bruxelles, Maridjat. A ti asemnin si adin. Bruxelles, burrell. Po kafen, si vini? Dhe mesme me pak, si shokë Gjemal. Zevdeta, një pjesë e interpretimeve të tua, sepse janë një arkive madhe, një repertor aq i pasur me shumë numra humoristika, apo jo? Këta numra më sjellin nostalgji, se janë lytë ka herë, edhe këta kohës fundit. Por dita janë një arsenal i madh rolesh, por më shumë ka me Charlie Chaplini, si nuk ndoshta s'keni parasysh të s'keni pas. E kishim në foto, po nuk kishim materialin. Dhe Konati Shoku Gjemal rolin e Lonit e ka pas shumë për zemër. Megjithatë, për gjitha rolet unë jam ai që i tham, ai çdo aktor thot, janë si fëmijët e mi e i du fortan njësoj. Po edhe një pjesë e mire jona, Kunatin e Shokut Gjemal e kanë shumë për zemër, sepse është vërtet shumë Shumë bukur. gjenerata janë Çfarë ju ka frymzuar, edhe sa është aktual sot ai numër humoristik? Tesh është aktual shumë, Rëdina. Në qoftë se atëherë ka kënë një familiaritet i smur për me zonë një vend në pushtet dhe në parti, se ka kënë një parti, të shë një familiaritet i smur me të gjonë, me të gjithë kush është në parlament e në qeveri, tonë që i vinë mrapa një gjdo deputetit janë rupolli, edhe o burra me mujtë me i hongër tonë, zemër me i dhanë tonë, shpitin, besh me u ba mikë me te, për me gjani vend punit, edhe dita punë edhe mu lëvdu me të në tjesa kurshme. Dhe po tjetër me marë pjesë edhe qabanaj. Në fakt, kjo është bukuria humorit, se të mendosh që ai mbetet aktual gjithmonë. Thjesht mund të ndryshojnë emrat, mund të ndryshojnë situatat, po pak a shumë. Shumë për kënë numra. Fenomenet mbeten të njëjta, fenomenet me cilat një artist bën humor, edhe vazhdojnë që jeshim ende sot, sepse sërish sot e ndjejmë që i përket edhe realitetit tonë. Ky numër humoristik. Aja, thjesht, Konati Shoku Gjemal mund të thjesht sot, se për shkak unë jam i thinë, aja ka me vazhdu serinë e dytë, ka pas dashti ndjeri Paulin Selimi, me shkru serinë e dytë, tështin kur erë demokracia, dhe më thani në vitet 96, 97, e tha po më nëmë të shkruj. Pa ma, qa me shkru të, ka pas thjesht, po nëdhe që nëdhe edhe u largu nga jeta, edhe thjesht kë personazhi, nuk ka nevoj me thanë të shti që po mbaret të motrat që ka ardhë Gjemali në kryetar komitetit. Shka hish motra shëshër për këte që nda se erdhë demokracia, s'kishte ma kryetar komitetit, shëshë Gjemali lëra poshtë. U filloj me zi familja dhe u ndanë. Motra me 5.000 u nda me Gjemalin. Sepse e mkoj kylloni, i cili nuk e dërot e ma Gjemalin, vetëm një atë moment ku ishte e pozit. Të është që po matë, në kamet dikun një parlamentari pa martum, një deputeti pa martum, me mos i vje, edhe
Nuk po dash kafi, po dash ka një zoj me fmi. Dhe kjo është moda jeme, dhe kjo banë shposë si me e marru, më marru me te, sepse e deputet i shla, po zaj të ndikon në shëshri në kuptim të drejtuesve. Që Loni, personazhi Loni vetë aktual gjithmonë, Loni është gjithmonë ai roli. Zef, më thuaj, në gjithë këto role që ke interpretuar, më pas ke pasur edhe mundësin, si jo shumë artistë të tjere kanë pasur këtë mundësi edhe fat ndoshta, ose e kanë marrë mundimin edhe janë përpjekur për të realizuar, ti ke bërë 3 recitale të tua, apo jo? Po. 3 recitale. Ku ke gjetur gjithë të ambicie për t'i realizuar këto recitale? Ke pasur një mbështetje, ke pasur njerëz gjithashtu që të kanë frymëzuar për ta bërë, i kujdesshëm ndaj materialeve të tua për t'i ruajtur arkivën tënde? Po tjetër. Ta në përnu shima, në ka mësu gjatë punës ti, që çdo gjatë vogël softi, soft letër, që flet për ty ose për stadin, për vendin ku bënën, ruje. Ku do që ti të përtesh ruje, se s'vjen koha, do duhen për diçka thjesht në një vizit në shtëpi me të ardhur dikush ose rritën fëmia me paraqit se i biri ku është çka kanë baba, televizionit kërkojnë mas të madhe më që dihet jo si pat këtë për artistin Zef Deda i cili çka ka interpretuar për me njoftë edhe tritë sotëm të cilit faleminderes për tyre për na njohin nëpërmjet televizionit ku transmetohen pjesë tona sepse janë pëlqyeshme, faleminderes. Edhe unë kam pas mundësi me im lata, me i grumullu dhe në një ambicie madhe nuk kam pas. Unë për vedi jam ambicios si me dalë shfaqja mirë. Shfaqja ju vetëm personale dhe jam, ja. Se një shfaqje me bën vetëm të recital ashtë vështirë, si s'bën sot monolog, melodram, e kësi gjanës. Ashtë vështirë dhe dën një shkrim të përsosur. Kësë ishte duhet me ditë gjutë huja. Do thonë atje që duhet me ditë për me ditë me i përkëty ekzaktëma ato që ka thonë autori dikuj, që është në një monodram shumë interesant, monolog dram. Kurse, unë nuk e kam ba monolog dram, por kam pas mështetin, e kam pas shumë të kullajt, se mështetin e kam nga trupa jeme e mërkullushme që është janë artistat tanë, me Zilja, me Besë, me Drane. Do të flasim për të gjithë pak a pak se... Anton Kroos, atë që delë, a i sigur kena lujtja e 100 vjetë, a i pak ka ardhë i ri, ka janë 4 vjetë, a shumë i mirë tanë. Unë duat t'i them teleshikuesve që kemi përgatitur aq shumë materiale sot për Zefin, do të ndalem në Shkodër, tek familja, gjëra aq të bukura, për cilat ne do të flasim së bashku, kështu që dua që në këto momente ta ndërpresim pak bisedën, të kemi një hapësirë publicitare dhe menjëherë më pas të vazhdojmë me shumë materiale të tjera, shumë surpriza fantastike që kemi përgatitur sot për Zefin këtu në studio. Do të kthehemi shumë shpejt. Jemi me Zef Dedën sot në këtë intervistë të gjatë, folëm pak për humorin, për artin që ai bën, i cili ka qenë pa mundur të mos prek në fakt edhe dy djemtë e Zefit, apo jo? Jul Deda, aktori i njohur i humorit, tashmë që ka ecur në gjurmët e Zefit, sërish me humor, ka vazhduar dhe ai, aktor, ndërkohë djali tjetër është muzikant, apo jo? Po. Mario Deda është kompozitor, ka kry për kompozim piano, ka edhe pianon, edhe punon në Radio Tirana, operator i dyti i difuzionit të muzikor. Në fakt edhe që ai merret me muzikë nuk është çudi, sepse ne të pa me një instrument duke i rënë në klarinetës, më duket, në materialin ton. Ti bie klarinetës? Tashi unë qysh i vogël, unë kam ba kurs në Shtëpinë e Pionierit, ku në qoshin ligur 1961, 200 atërë, edhe kam pas instruktor, profesor, një të mrekullueshëm, një artist të madh të famshëm, Paulin Laca i kanë thënë, i cili ka qenë edhe arkivisti i teatrit në mënyrë të jashtëzakonshme, ka luajtur me një pathos të jashtëzakonshme. Atëherë aktorët ishin si me kanë, na dukshin si perani, ashtu kanë ecë edhe rrugës, kanë qenë të famshëm fort, të mrekullueshëm shumë, të kujdesën. Edhe për mua kujdesën se unë ishim bibiri Pjetër Dens, piktorit teatrit Bigjeni. Dhe gjithë to, më vdis baba shumë heret, 36 vjeç, ishte i talentuar në kulm, edhe këto shokët e babës të majtën afër. Të gjithë, me Adem Kastrat, me të Normanush, me Tan Zef Juban, me të gjithë edhe këtë. Edhe këj me majtë i afër në Shtëpinë e Pionierit, duke e pasha unë, tikun kërmotit unë se kam një farë talentit. Për dram, faj fjallë, po unë ishe fmi i livishëm, e më aktivizotet e dram, edhe në teatr u aktivizotet në dram, po kë kishte një
pa një pasion të jashtëzakonshëm fëmijët e talentuar me punu fort, edhe të gjitha që bëjnë sot. Duket që po i vlet me një mirënjohje shumë të madhe për ato kohë, apo jo? Po tjetër. Gjë që sot të kanë bërë aktorin që ti je, instrumentist gjithashtu, sepse diti biesh një vekle muzikore. Cila është vekla muzikore që nje? Atë dishtë të thamë. Klarineta. Se kur Paulin Laca, profesori jonë i shpisë, në mësote, si në Akademi të Artave, si mësote Dan Botën, që thote fix, aktorit du të me kenë, kështu e gjithë fare, du me kenë i gjithë anëshëm, i fuqishëm, a i thote që duhet të mësosh muzikë, duhet të ditë me recetu, duhet të mësu instrumenta, e profesionet të nëshme, atërë më humë këse unë kry. Fillova me mësu kitarën, shishi vogël, prej kitarës fillova me esbërthy në piano. Edhe piano zili? Po. Mora flautin se shifsha atjetë të tëra flautit, se më shkote me në kotë, me mëndon në regjizorin e rëll në instrumentisë një flautis, sepse i flautin. Me Osman Munin, kam nejnë në klub tenis, a i mësot e klarinetet dhe saks. Unë mësova gjesin për i ti, mirë për shamarë, ku e letë saksin e klarinetet, vete fillova me mësu klarinetet edhe saksin, edhe klarinetet, edhe saksin, i bi. Të gjithë orkestrës, baga shumë, të gjitha veklave muzikore. I bi në falë që arrova edhe kontrabazit, se kam mësu dhe kontrabazin vetëm në 2 akorde, në fa dhe në sol, që të të zdi, sa shumë është tjerë. Po mahnitem tani që për të gjojtë, nuk e dhja që i bje gjithë për instrumentave muzikore fantastike. Kjo dhe meriton duar trofike. Edhe zonjat e publikut kishin ngelur me sy hapur duke parë të habitura. Artisti vërtet, të talent i lindur. Edhe minuta i kam mësu. Prirje pra për arte, për dramë, muzike dhe për të kënduar. Kemi dëgjuar që këndon shumë bukur. Kështu që ishte pamundur që edhe djemt e tu mos të ngjanin. Njëri në një fushë, tjetri në një tjetër, dhe në fakt siç ka ndodhur konkretisht, njëri në dramë dhe si aktor pra, dhe djali tjetër muzikant. Ne Julin e njohim të gjithë dhe duam të gjithë shumë, do t'jellim një fragment nga pjesët e Julit, e kemi parë shumë shpesh në ekranin e televizorit në programe të ndryshme televizive, por le të shohim një fragment dhe dua të di më pas nga Zefi si e gjykon Julin si artist, cili është mendimi yt për Julin si aktor humori. E shohim pak? Jena gzu, jena ba me fluturi. Dynerin. Qa ka, me dojnë që të ka në njëka. Ko shka skut me s'ka stadiumi. Po që shbëre ke dojnë të se ke marë. Po që me vëlla, po shkoj me pa neshin. Da ga mone, që ti mi. Ma e ke shkos ma vokë, s'ke s'bi. Shka mërë po të që? Shka ka shki. A po hym tash? A kam të... Tu ngat. Çfarë? Tu ngat, tu zgjat. Ç'të më zgjatet më? Jeta të hangër drejtësi. Faleminderit. Faleminderit. Se na keni vanë male para. Jo, ky është zotria, Që be vladë, ne ke marrë ne prej Kosovës. Prej Kosovës. I Prishtinës, i Gjilanit. Ha, qka? Një Kosovë. Pa, pyrt, atje më fut. Jo, zotri, nuk lejohet Kosova, sepse ky nuk të njeh si shtet. Zva drugare. Po na plasis na je vaj. E na njofin 150 shtete, po, shqype si mos me hyna, e me i po, shqypet parë që flutëroj prej port, po, foto. Kushe si të futem pra? Po, foto. Që për shqypja ka flutëru prej që atje, foto ti, foto. Ha, shto. Po, mirë. Julian Dedën e kishim sot, dhe ne do të flasim sigurisht më shumë edhe për të, mu do doja që ta fonin në studio Juli, po humbes dhe duhet kishe hyrë me njerë. Julian Deda, mirë se erdhe i dashur, që na i si. Zef, erdhi dhe Juli të bashkua në këtë bisedë, si është Juli si aktor humori, përpara se të flasë Juli njerë, me këtë pyetje që bëmë herët. Ky personi që ju përshqip që këtu është djali jem, i cili, baba i vetë, nëne e ka shumë gjallë. Ma gjallë se rozës ka. Baba i vetë, por jo e njofin tanë, sidomos me interpretimet e fëmijëve. Edhe këtë kishe qefë, si tanë fëmijë që aktivizorë që më rodin, kishe qefë me afru edhe djalin. Edhe qoftë edhe djalin tjetër. A i qokovit, a i vogli, ka i një ashtu, kurse kë, për në vjerë forë serios. Te i program serios, ishte ja, ke një 7-8 vjeç ati që shua. 2 mush. E ma 7-8. Edhe ishte me Gjëshvasi të i gjeru, të njerë një Gjëshvasia artisti malë. Edhe kom thonë që afroni fëmijë të afrë, i thoshe Julit, afroni më këte që të kapin kamera, nuk du, thotë. Si zdën.
Po del edhe ti në televizion, unë të gëzu se thotë e gruja, na gjiro dhe fëmijë. Po na del çuni në televizor. Që ta shojmë televizion në natën viti. Jo, s'don. S'donte. Po pse s'pëton më bab? Nuk jeni ato në familja në strat. S'duve orë. Shi, do me thënë Juli. S'kishte Ti qefi. nuk e dashur i vogël. Nuk kishte qefi. Të pëlqente të ishin në qendër të Do më vëmendjes. thonë, dashuria për skenën është një dashuri që erdhi nga urrëtia në fakt. Po për zotin, se unë nuk e kam dashur. Nuk e ka dashur si Se kam dashur si fillim, se kisha, jo, pse dia ka qenë ndrojtja se çka ka qenë, por ka qenë diçka që s'kisha qef dilja në televizor dhe në skenë. Pastaj, në vit 2 gjimnaz e kam filluar këtë refleks, le ta quajmë kështu. Dhe fillove pastaj u angazhove. Aty u angazhova në një kështu tip komedie në teatr. Mbas asajt, pastaj s'lash vend pa u fut. Po, këtu jeti i vogël, apo jo? Pa, këtu jam në tabelën deri në klasë të dytë. Ka kanë zansi mirë. Dola me gjitha shumë mira me gra. Po, qa ka kanë zansi. Dëgjoni, unë dua t'ju bëj një kompliment se duke një aq bukur të dy bashkë, të ulura shumë pranë njëri tjetrit. Më i ri duket ky, unë ta kisha ditë, s'kisha vesh xhaketë sot. Si më i ri duket tjetri? Më sportiv. Më thuaj pak, si ka qenë si baba? Si petull i ka fajë. Si baba? Mirë, jo keq, me thonë drejtën. Ka qenë jo, ka qenë, apo liberal? mund të them se ka ditë me bo dallimin mes shakave dhe seriozitetit në familje, absolutisht është një baba autoritar, deri diku, dhe më thonë sensin që deri tek të folurat në telefon, për shembull kur përgjigjeshim telefon, është urdhro e tjera, pra asnjëherë jetën nuk e ka marrë me shaka, edhe neve nuk na ka trajtuar me shaka, ne kemi qenë pjesë shumë serioze e jetës vet. Pavarësisht, edhe shiko, edhe humori, pjesa më e rëndësishme e humorit është serioziteti. Prandaj aktorët e humorit zakonisht janë shumë më serioz se sa disa aktorë tjerë që pretendojnë që janë më serioz se ne. Po, se ne kujtojmë të kundërt, Jo, në fakt, duke i parë ashtu. Do nuk mund bësh humor nëse nuk je serioz, dhe serioziteti reflektohet në familje, shoqëri e gjithandaj. Jul, unë së pari duhet të të bëj komplimentat për programin e ri që keni nisur, Grand Hotel 2XL, shumë urime. Ndërkohë nga ana tjetër, lajmi tjetër që të gjithë besoj e dinë është që Juli është angazhuar në politikë kohët e fundit. Zef, cili është mendimi yt për këtë gjë? Ale, mos e pyet për këtë. Çfarë mendon për faktin që Juli është angazhuar në politikë? Në fakt, angazhimi i Julit në politikë mu nuk më banë fort përshtypje, për të vetëm arsye se në Shkodër, djem, vajza, burra, gra, me gjithë ato që kanë ikë, kanë shku, kanë dhënë desën, gjakun, për një liberalizim të shtetit tonë, të vendit tonë, popullit tonë, e me ardhë të ditë që me e gëzuj fje jetën më të lirë jetën, janë aktivizu shumë njerëz dhe kanë sakrifikuar shumë. Por nuk i takon absolutisht me i thonë Juli, për shumë, pse pa në aprish imazhin, janë njerëzit janë pasi paradik në trunë, ja fusin kotë, pse po merren për politikë. Kësë është politikë, kjo është me ndimu, fort edhe me dhonë kontribut, që të ne të hidhët edhe të formot fort liria, demokracia e zhvillimit ekonomik e politik të vendit. Sepse na kena, nëse me shku para, na kena shpik shpejtësin, për na kena shku pak mrapa. E por që aktivizu të atrit për këtë punë, me më falë, po... Mbështetje goxha e madhe kjo, që të vjen nga baba e ytul, apo jo? Si është kjo periudhë për ty, besoj shumë e ngarkuar, apo jo? Me shumë aktivitete. Është e ngarkuar, dhe më thonë kërkon edhe impenjim, po unë sigurisht primar kam spektaklin, Grand Hotelin, me qenë se u hap biseda, sepse është një spektakl tepër impenjativ, në fakt. Është një komedi e javë për javshme dhe kërkon dhe impenjim edhe fizik. Ndërkohë, jo vetëm të lexosh edhe tjera, duhet t'jesh edhe aty dhe për prova, për arsye të partnerit e tjera. Sigurisht edhe pjesa tjetër merr kohën e vet. Unë e kam lënë pak masdore këtë anën ta quajmë politike në raport me anën artistike, nëse do t'i ndanim si thosh në një përqindje 100%, është 80 me 20 për momentin. Kështu që ne kemi hyrë në fushat, nuk është se s'kemi hyrë, fushata ka filluar ndërkohë. Besoj në kohë që jetojmë, në më duket sikur fushat jemi gjithë kohës. Ashtu është, krijot ideja që mbaroj një palë zgjedhje, fillon një palë zgjedhje tjera, po e di pse ndodh kjo? Në aktivitet intensiv. E di pse ndodh kjo sepse ne në përgjithësi merremi shumë me këto gjëra, shohim shumë lajme flasin 24 orë për këtë punë dhe na duket sikur lajmet në përgjithësi, edhe na duket sikur kjo punë nuk ka fund dhe sa del nga një palë zgjedhje futesh në një palë zgjedhje sepse ata merren gjithmonë me njëri tjetrin dhe s'merren me punët e tyre. Megjithatë kam përshtypjen që do vit të ndryshoj kjo sepse nuk ka ku shkojmë më kështu. Mirë,
Po, jo vetëm Juli do t'ishte sot në këtë program, por nëpërmjet një materiali, nëpërmjet një video mesazhi, ne do të kemi edhe djalin tjetër, i cili ka përgatitur një mesazh surprizë për Zefin. Është Mario Deda. Ndjekim. Babo, po ti aty? Qa po bën aty? Desha me të kujtu, e din momentin kur jam fut në klasë parë në shkollë të muzikës, kisha zgjell violoncel për të regjistru. Më futen për violin, se ç'bën, pastaj morë nga Gjermania tin telefon, djali duhet urgjent për piano. Një në arsyet e tjera që tim ke fut për piano është që mos bezdisesha unë si fëmijë i vogël me mbajt violoncelin e madh në shpind. Sot kjo puna e instrumentit që unë e gjej gati ka ndryshu babo. Unë tashmë nga njëherë duhet ta spostoj pianon, të gjej shok që janë të fortë për ta kap pianon, për ta ngjit lart. A, babo. Gjithsesi, ka qenë zgjedhja më e mirë ajo që ke bërë për mua, edhe që të mos kujtosh se nuk e kam kuptuar këtë, e kam kuptuar shumë mirë. Edhe të falenderoj pa mos që ke pas edhe durim të merresh gjithë këto vite për vazhdimsinë e kësaj zgjedhje. Dhe që i ke qellu në shej, se me sa duket po funksionon. Ke rezistu pa mas, je pa diskutim më i miri, sigurisht, për babën tëm po flas. Po, më i miri je. Ciao, babo, të puthi. Po emocionove Zef? Do t'jesh shumë krenar për ty djetën tu? Jo, po që ka kujdes për atë, po për mu? Po dhe për ty është kujdesu, po. Kam pas hallin se... Po Zef? A i thot jam kujdes, po këj po thot për mu se kë është i fije komik. Edhe se mu kujdes, jam kujdes për të dy. Në fakt, aji është më komik nga njerë, se sa është më ndryshë. Aji është më i livizë se mi fije se kë e ma serios. Tështi ka nëllë diqa, me që u fut muzik, unë nuk ishe dhe muzikant, njof edhe muzikën, se dini edhe instrumenta dhe notën. Unë nuk jam muzikant si a i sot, ose në së dhe tjetër që ka në kërë shkollën e natë. Po unë e marrë mes muzikën njaqë si amator, po edhe pak shka i fije si profesionist. Tështi unë kishe qef që këtë më shkot e marë, në qosë unë të të shirë, se e zgjodhi vetë me shku atje, se unë kam kënë Gjermania, ku ka hinë shkollë, edhe prej atje e uzoshe, kujdestu, me rume këtë mërë, se e nishe pak shumë se ka i dëshirë për këtë punë. Me gjithate, i kam nëjë gadi, që aj të ketë veshin e përsosën, gishtin e përsosën, edhe mendin e përsosën për të zmërthuj timbin, muzikën edhe temat e nëshme muzikore. Je krenar për dy djemë të tu? Po, kush nuk është krenar për fëmijët e vetë. Po, unë për vedi... Unë për vedi jam krenar se ka këni anër e jemja, që është në rini, që kur fejome dhe kur të martohem, kam me ba... Kam thonë, kam me ba fëmi shumë, sa atër thoshë shumë, po ata fëmi që të bëjtë do t'i uzoj paka shumë në rrugë të artit të prejarës familjes tonë. Gjyshin e ka pas, edhe kafe gjy ka pas kafe, po ka kënë instrumentist, klarinetist. Nana Nush, gjyshja jeme, ka kënë gastore e madhe dhe këndonte. Baba ka kënë piktor. Baba jem, Aqa jem, ka kënë një përsos në lëngisme për këthy në mënyrë të jashtëzakonshme. Shumë gjutë huja. Artistë gjithë që nuk kishin e rëndilin ndryshe, edhe dy djemë të tu. Në qo se hinë artit, të hinë taman artit. Të hinë artit, po të hinë taman. Jo me më dalë gjysë mak, asë qerek mak, po me më dalë taman. Me më dalë taman se ka të shira jeme. Por amo, kam shty unë me hinë këtë punë këshu, ose me është kur kanë hires, ju kam në i gadi, që tha ka kujdes për atë. Edhe për Julin. Jam kujdes vetëm këtë nërë, kur as ati si kam hekë vreti për atë që bajnë e që mësojnë. Por për kundërzi, vetëm kam dhënë këshilla. Një në këshillat, ose një këshilla për bashkë, ka kënë kujdes se një kja është pak sa letë, ose është pak sa ramë, ati, ose diska nuk shkon në vi melodike. Kurse këti fjalla, gjuha dhe kulturat folën e parëqitët në elegancën s'kenë. Duhet po ati dhe janë arë më të ti me cilat punën. Jullë, më tuaj ditë shka. Zefi është dhe gjysh i 3 nipërve dhe mbesë.
dhembesave, apo jo? Treni për dhembesa? Po, Ka Zefi. Po, kam dy fëmijë dhe një vllaj. Dhe një ka vllaj tjetër. Si është Zefi si gjysh? Nga këndvështrimi? Është shumë lojcak. I pëlqejnë lojrat, më shumë këtij se sa fëmijëve tonë. Kështu që kur bën bashkë është një, si thush, kam nxjerrur një fotografi një ditë në Facebook dhe thash ishte babi me dy fëmijët e mi, e thash grupi zhurma, ishte edhe mami. Ka një zhurmë të tmerrshme, unë edhe nuk duroj shumë nganjëherë, po Është e vërtet që janë mjaltit? Se kjo shpreha duhet shumë standarte, po kam dëgjuar edhe gjyshur që thonë jo, fillimisht kam fëmijët e mi, mjaltit. Po unë kam shtu diçka tjetër. Pata një jetë, mora dhe një jetë tjetër. U zgjat jeta, u shtua jeta, shumë e bukur. Edhe të shikoj të emocionuar. I ke shumë për zemër, një për e këtu, me që po shikoj. Do t'i përshëndesim? Zefi, Zevdeta! Me siguri janë duke të parë nga ekrani, dhe për ta do t'jeti një kujtim shumë i bukur edhe ky. Kam edhe dy nuse se... Edhe nuse se pa nuse su bën fëmijët. Kam dy nuse që më kanë orë në shpi, më të mirë dhe mos. A ta bëjnë kafen? A din me të bë kafen si mirë? Qiko, ne pim kafen lokal. Mirë, du ta mësojmë pak më pas nëse ku e pi kafen Zevdeta, pak më pas, por ne sot do t'jellim edhe disa materiale të tjera, sepse sot duam të nderojmë vërtet aktorin e madh Zevdeta që na ka nderuar sot me prezencën e tij në studio. Janë miq të tij dhe kolegë të tij që flasin. Është një aktor gjithashtu shumë e njohur e humorit shkodran, po edhe humorit shqiptar në përgjithësi, por dhe pas saj gjithashtu do ta flas edhe një aktor i ri, i cili takon një brezi tjetër dhe që le të themi kuptojmë në përmjet tyre lidhjen e fortë që ka Zefi, edhe mes brezave, edhe se si ai lidhet për shtatet me mosha të ndryshme për të krijuar miqësi të forta. Mesazhi i parë do të na vijë nga aktoria e njohur dhe e bukur e humorit, Drane Xhaj. Është aktoria e Shkodrës e cila na flet për Zefin. E ndjekim. Përshëndetje Rudina, përshëndetje teleshikuesve të televizionit Klan, përshëndetje Zef. Zef, a shumë e vështirë që ti thush ball për ball të gjitha opinionet që kam unë për ty. Për mu ka qenë një fat i madh, ka qenë një privilegj që të punoj me ty për afro 30 vjet në skenën e teatrit Migjeni, sepse ti për mu ke qenë një shkollë humorit. Ti je një aktor me përmasa që i kalon kufit e Shqipnis, je një aktor me dhana që i rrall kush aktor i ka, një aktor që imiton si ti edhe askush tjetër, një aktor i mrekullueshëm që gjithmonë na krijon atmosferë të jashtëzakonshme në prova. Ti je i mrekullueshëm, je i jashtëzakonshëm, përveç tjerave je edhe një mik që nuk ja gjen shokun. Unë jam Dona, Orande, Gjoda, e tjera si më thret ti mu, asnjëherë dy herë njësoj, me gjitha të uroj gjithë mirat, jetë shnet dhe gjithë mirat. Të përqafoj Zef. E falenderojmë shumë aktorin e humorit Drane Xhaj. Me emër le të themi të gjithë brezit, sepse jeni pak a shumë një brez, brezi kohës tuaj që keni realizuar kaq shumë role së bashku, apo jo? Të shumë, kom dalë më i vjetrin to atër. Por kam dhe një 4-5 muj, edhe dalë në pension. Zyrtarisht. Kurse këta e më mrapa i fije, janë brezi, por më duke si kur i kam pas tani jetës teme aty. Se me aktorët e mirë, si Dania, si Antoni, si Besa, si Zyli, si të më Zyli, si mrekulli, po Zyli ishte po na ikse në Gjermani dhe nuk arritëm do ta kishim. Edhe Katrinën që kena pas dikur, kur rrinë shumë vite dhe mishrosh asë shumë, afjatosh asë shumë, sa të banë, nuk ke nevojë heq për shkru kur gjohë, se dalin në shkene edhe veç prim. Por është e bukur se si Zefi arrin pra të ketë misit forta edhe me aktorët e brezit të rinj, ma dhe të kaloj shumë kohë me ta. Është aktori Ergjys Bamçi, i cili na flet dhe na bën një përshëndetje për Zevdetën. E ndjekim. Unë, Zefi Dashton, jam rrit me ty në përmjet ekranit. Jam emocionu shumë kur më ke shkrujt një inbox në Facebook që Ergjys idhulli im është Charlie Chaplin. Unë tani jam shumë emocionum, po them me gjithë shpirt që idhulli im je ti, i cili ndan çdo moment të gëzueshëm, jo vetëm me mua, po me gjithë publikun. Desha të kujtoj momentin kur ne ishim bashk tek Urbani dhe për 10 sekonda e bëre gjithë Urbanin të Duartrokast, këndoj me ty, të përqafoj ty, sepse gjuha jote e trupit, gjuha jote që ti komunikon është shumë gentile, është shumë e edukume, është shumë e dashur.
Unë sot kam fatin që po qëndroj pranë teje, edhe kur kam dalë me ty në skenë, mund të them që ka qenë i vetmi moment në jetën time që unë kam shkëlqyer sepse kam pasur përballë vetes një diell që je ti je magjik, ti flet me gjithë botën edhe kur nuk të vinë fjalët në gjuhën përkatëse, ti flet me shpirt, flet me gjeste. Bie dakord me ty që zemra jote është 25 vjeçe, shumë më e fortë dhe shumë e madhe se sa fiziku, por di them që nga ajo zemra jote buron vetëm buzëqeshje, buron vetëm gëzim, që neve e prekim të dy bashkë kur dalim për një shëtitje në Shkodër, për një gotë verë. Kam nderin që ti rrezaton drejt meje. Të du shumë. Njësi e bukur kjo juaj, apo jo? Për të nderuar Zefin sot, fjalët nuk mbarojnë. Njerëzit që duan të shprehen për të sigurisht janë të panumërt. Ne do të kemi shumë surpriza, shumë të bukura në pjesën e tretë. Do të kemi një shkëputje publicitare, mos u largoni sepse do të shikoni gjëra fantastike pas pak. Publicitet. Tashmë shumë të dashur të humorit, por Zefin e kemi një ikon të humorit, që kishim vërtet kënaqësi ta kishim sot në studio dhe ti përgatisim gjithë këto surpriza të ndryshme. Na kishte marrë malli për Zefin edhe po kënaqemi vërtet shumë. Zef, Shkodra ndërkohë, sa Shkodra e rëndësishme për ty? Është një qytet të cilin e ke përfaqësuar gjithmonë, gjithandej. Sa e do Shkodrën? Sa të frymëzon Shkodra? Kur hin në rrethin e Shkodrës, është një luginë e madhe, rruga, një luginë e madhe Kodrës, edhe ka një plakat aty, mërën rreth i des dhe fillon rreth i Shkodrës, aty unë bërtas, juhu, me duke si ku ardha në botën teme. Pse ajo ka botën e vetë Shkodra. E Shkodra, kush e përfason, kush e përshafon botën e saj, psikologjin e saj, ose më mirë thonë, mënyrën në sësi, në bashkëtojnë njerëzit mes jeni tjetër, pamvarësisht prej ka vinë si kohët e fundit, të gjithë avjatohet dhe organizuar as bukur dhe janë shtruar në Shkodër për me bë atje që ka qef shkodrani, atë mënyrë, atë stil. Aja ka historia shumë interesante, të fillon të Rozafa, e të gjitha, me forcën e madhe që ka në muzikë, në kulturë. Po humori shkodran, nga buron, humorin shkodran? Në çdo shtet të komeve të ndryshme, ka një pozicion, një zonë, unë kam shiti gjithë ka dhe kam pasë qef gjithmonë me studiu karakteret e komeve të ndryshme që janë autoktonë fix në një vend, edhe kam gjithë se çdo vend ka dikun i cobës të ati popull që ka humor. Dhe ato gjithmonë ku e gjenë Shkodra. Në forcën e asaj që Shkodra e ka e përparuar shumë përpara dhe inteligente. Në zhvillimet qysh në kohët e Venedikut e deri këtej. Por, ka pas shumë vujtje dhe shkatërime, ndesh masive, ndesh edhe njerëzore edhe shpjetore, të cilat janë kanë me dhanë vetin fortë Shkodrani, ka gjithë ma të shkurten. E disha, anorojmë njërë më betin, se nuk dërër shumë jeta. A e marim me gazë edhe me humor të jetë, po. Ka pas raste, edhe ka pas raste bile në Shkodran të vjetë dhe dërvonë, në fortan të këti, nëllë që edhe një razë dhe vdekit, ashtë pa mujtë po së ba mabet i lirë dhe këputet në një humor. Por, me të thonë drejtë në shpirit, kërkuj si ka arkeq. Ti e do Shkodrën fort, Zef, ti e do Shkodrën fort, po edhe Shkodra të do të shumë fort. Gazetare jo në Olsa Muhamedi ka shëtitur në për Shkodrë, ka ndaluar në vëndet që ti frekuenton më shumë, që janë vëndet zakonshme në fakt, ku njeriu t'i bie puna çdo ditë të shkojë, të bëj ato detyrat e veta dhe ato gjërat e përditshme të tij, dhe ne kemi sjell disa mesazhe shumë të veçanta, surprizë për ty. Faleminderit. Një surprizë tjetër shumë e bukur për Zef Detën. E ndjekim. Unë jam Emiliano Curri, punoj këtu te Bar Teatri, afër Teatrit Migjeni, Shkodrës. Klient kena edhe Zefin e Madh Shkodrës. Ti Zef vjen për ditë në orën 8 mëngjesit, edhe kur hin lokale ke kafen gati. Por kafen ti e dën me 2 qumshta dhe me 2 kokra sheqerit.
Pavarësisht se unë harrej ka herë, ti vërtet, si e thue. Emiliano Kokrat, dhe ti Zef, i molli Zef, kur vjen hinë lokal, kur nuk dënë kafen tonë me 2 qumshta, bënë kelle i shpejet tonë, gjysë qajet. Ke 4-5 ditë si s'kjo ardhis të lokali, për në mërë modhi edhe të rejsh në jetë, lumëtën, edhe mos harrat për ste kafja. Zef, jam berber jot personal, jam tash 25 vjetë si të sjethi. Modeli jot Zef është shumë i thjesht, nuk dam i shkurtu shumë, mi fjallë dam i shkurtu kretë pak, është kenari, si Shkodra, si ka, një artist si ti, Zef, të përshëndes. Unë jam dyqan kozmetiket në Shkodër, edhe ti Zef Deda je klienti ma i preferumi dyqanit tim. Grune kinë punë, vjen vete, blen, më pyet për gjithë shka, ashtë kja ma mirë, ashtë kja ma keqe, cila është ma mira. Edhe pse më pyet shumë, nuk më bezdis. Edhe kur vjen këto, i banë humor edhe me klientat, me afran klientat ma shumë, edhe bakshishin si... Të pranë një lek i vogël a gjama, len për shesh, të falenderoj publikisht dhe edhe për bakshishet e vogla si me len si do lëshuar që je. Shefin e kam klient, është i mirë, është i qetë, është i pasër, është i kulturuam, vjen e blen djath. Tu, ta është i Zef. Ti, dhe sa vjen tu ty të pëlqen djath, se sa shumë i mirë dhe vjen e ble vazhdimisht tu zotni Zef. Gjathin ta bana Zef, nuk bana ta manikile, bana qik ma pak. Gjathin e ketë mirë, po unë kam shef me zanë pak që të vih shpesh e të marrë shumë. Dhe me të në këto, ato të mira që keti si Zef, si artist i popull, si artist i Shkodës, artist i Shqipnis. Je i merituam dhe kur emni jot nuk ka për të harrua. Se ti vjen vetëm kur ke nevoj, kur e gërlisht e i fije makinën, ke shefi i bada pak sasi bukur, se edhe marakli. Ti kur vjen për pak, ma ne danë ma gadit këtë, edhe pak këtu, edhe pak atë. Po dhe na kena shef kur vjen dise, kalojmë edhe i fije disa minutat konshme me ty, sepse ti e ke mendën veç me lujt e veçesh, se ta njetën, kurse ke hek humorin prej gojet. Zef të shi ti ta kesh mua me kujdes makine, se ti e gërlisht, jo shpesh, po ke i herë e gërlisht, edhe ke shefi i bashkë si ka kenë, por nusen, plaka nusen nuk bëhet, vetëm kujdes, mos e shpejt, mos takohena vetëm kur prish makinën, për të takohena edhe kur jashtë oficinet. Po ibi mesazhe për Zefin, nga gjithë miqtë. A Zef si do dukja, për që jo shumë, e bashkë që qeshe pa fund. Gjeni ba surprizë shumë mirë. Mu më ka përqy gjithmonë me nëzërë gjana, ose në mardhane me njerëzit, me njerëzit, më falton njerëzit janë të neshëm e të mirë, por unë du ma shumë të shtresat që janë i fje pak që ma poshtë, sepse asa shtresë kam kena dhe vetë tanë jetën. Dhe ata fmi kam rri me halë me shumë halë probleme. Dhe unë duha t'i përshëndes të gjithë ata që na dhanë këto mesazhe kaq të bukura për Zefin. Kanë publiku që donë Shqipnin, është për shumë i smalë shumë, a i të venë vullen për shatë bosh, ku të shkosh, ku të sidash. Pra ne jam unë të forësin që Shkodrës teme, tarë Shqipnis, për Shkodrës teme, t'ja gëzësat i më gjallë, ata mërkulli që i ka Shkodra, qoftë edhe këta. Po. E t'ja shpërblet në i fanë mëra. Po mirë, sot në program, ne nuk mund të mos e shihnim Zefin me dashurin e ti të madhe të jetës me Rozi. Nuk ka intervist ku Zefi të mos e përmëndja. Dhe nuk eksiston në bot një intervist ku Zefin ta pyesësh për një gjë tjetër dhe të dali pa tjetër të Rozi nëse gazetari nuk e pyet edhe nuk e qonë direkt aty. Pa tjetër Rozi është pjesë ka që rëndësishme jetës të ti edhe dashuria ti e madhe, bashkëshortja e Zef Dedës, kështu që ne kemi përgatitur një tjetër material, aty kemi të dy, si një qift zogjsh, si një qift pëllumbash të dy, Zefi dhe Rozi bashkë. Sërish e ka përgatitur është Muhameti e ndjekin.
kry dhe jem hajde t'pim kafe herë bashkë. Nësë një dhe i klubin se kam pi kafe më të mirë se po piti ti. Shien ke kafe. Nuk e ke ide se dhe mështë të shina vedë. Zotë, të shte që i kina rahatu fmi, Pa. kur janë mirë me shmet. Ke drejtë. Do Zotin shkojmë me qilë. pa fmi në Tiranë, do shëtisim me drejt. makinë. Pa. Kam su dhe makinën të tani I ka marrë, e ke marrë patentën, veç të marrë shatë kishen. Në raj ka i herë marrë shatë, po me shatë. Pra, këj bori këto është i bori, i urt, i mirë, i gjallë, i shkath. Si që tha e vetë, si që thu ka i herë këto, bor artist, e? Pa artist për vetë me dalë në skenë. Këtë e kam këtë metë në shpi, me ba me hangë, me më falë. Po nuk kam ditë kur. Të lungëshin dorët. E ke ba, ta rënake si i thona da. Të është në të gjithë po bëjmë, por qona, dali me shëti dhe ikë në fund shkodës, atje të ura mundës, e po kujtojnë pak 3 tonë, si thoshe si tha ta fjallë buka, si ta këpushë që shpirtin, ra me ndashunima. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Natyra shkodane, natyra shqiptare. Këna dhe të bukra si si kakur. Oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes, quoi. Ti më ku po më qanë, jo nuk e si më dhej. Po të frikë, po si po të frikë, unë me preme me pas frikë. Atër ullë me to, jo këtu, po jena ullë pak më dhe pak më thava. Atë ku ishin ata personat që gjushin pesh, edhe që thane, e mërze, ko ke gjithë këtë zogë, e kam kapë trapel, thash. Shko se s'kena pas telefona, iPhone, pak fona, asje të s'kena pas, edhe u lirësin bashkë, si u lirësin bashkë? Me telepati, rozat të tjetë në balkon, ose në pëgjere të i pa ku i vjen Zevi, Zevi asat ju arrohisë, tornenat e gjata. A të tërë si të patat për këto, herën e parë, që e bashkë që tu, këto kina kënë. I burë ka kënë një atje dikon, ti e shishat burin, edhe unë që kështë tu, se mos po t'njef. A të tërë, në unë për mos të paj burin, unë të mlova kështu me trup. Tak mlova me trup, edhe e qoha trupin forë shu, atër të afrova, kështu. Më pudhe. Në gjomë, 37 vite bashkë. A i dakord me anis për i fillimit edhe herë? Po. E? Po. Ajde. A shikana të temen atje? Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Fantastik, në qift kaq i bukur, të dashuruar si ditën e parë, apo jo? Çfarë është Rozi për ty? Gjithë shka. Më falë, Rodin, në po flasë veç, Rozi është bota jane. Në kam gjysh botet, po boten e kam matë madhe në i ka Rozi. Aja më afroj gjithë shka. Më afroj një dashurit e zakonshme. Më afroj një me mundimet të saja, një përkujdesë shumë për këtë aktorin Zevdeda, se pa kujdesë e saj, zbesoj që të kishë kanë aqë fort, për arsye se artistit dënë mu majtë. Mu majtë sa ma mirë. E kjo ka pas një përkushtim të zakonshëm. Plus më dhejmë ka dhëru 2 fëmijë të mrekullueshëm, të cilët kanë marrë 2 nuset bukra fort, edhe të mira fort, zoja fort. E natyrisht, që kanë edhe 2 fëmijë mesa, 2 mesa dhe nipin e kam mrekullueshëm. Një familje shkëlqyer. Kështu që është Rozi, ajo fabrika jashtë zakonshme e dashurisë, e lumturisë, e tanë ekzistencës tij. Po Rozi ka diçka tjetër. Rozi ka diçka tjetër për ty për të thënë. Ndiqe. Zevi, gjithmonë surprizat i kam bërë gjatë jetës. Sot po ta bëj surprizën nëpërmjet televizionit Klan. Gjithë jetën që kemi bërë bashkë, kemi kaluar shumë gjëra
të vështira dhe të bukura. Edhe ata që i keni pas këtë këqia, i kena kalu me humor. 35 vite afër tejet, si artist i mall, artist i humorit si qeti, unë jam shumë me knaqë, se edhe vetë jam me pak e humorit. Gjithë hallet kanë kalu duke të pasur ty për krah, se ti ke kanë forca më madhe imja. E kjo dashuri që kishim për fëmijët tonë, sot na kthy edhe në dashuri për nipan edhe për mesët. Zefi me të vërtet ka kënë frymëzimi jonë i familjes tonë në momentet këqia dhe të mira, ajna i ka kalu me humorin e ti të mrekullueshëm. E kështu s'na ka lënë mu mërzit as mu, as fëmijët, as njeri. Edhe i tham që të dua shumë. Zemra jeme. Kjo ishte Rozi, zonja e Zevdetës. Roza është kanë gjithmonë ajo që kishte emocion kur desën s'ke. Se di si e pas ka bot gjithë këtë... Pas të çuditshme. Se rrallë takë, sepse ajo nuk del në ekran, apo jo, po e bëri për ne sepse ekzistuam. Ndërkohë kemi mbritur edhe në Fala, mund të them vetëm 20 sekonda diçka, se këtu u than shumë gjëra, po unë desha me të falenderu ty njëherë për këtë gjë që ke bërë, është një mrekulli, një emision shumë i mirë, edhe shumë falenderit sepse duhet marrë shembull dhe nga emisione televizionet tjera që njerëzit kujtohen sa janë gjallë dhe mos kujtohen kur ata nuk janë më këtu. Kështu që shumë falenderit. Falenderoj shumë. Shumë falenderit Uli. Unë ju falenderoj jashtëmase që ju fata sot këtu. Dhe për mua ishte kënaqësi dhe nderi veçantë. Ta thash disa herë këtë sepse vërtet jam shumë e lumtur që të fata sot në program, pas kaq shumë kohësh. U munduam të cilim njerëz të cilët të vlerësojnë shumë, po janë shumë pak për të thënë në raport me gjithë popullin shqiptar që vërtet adhuron edhe të do fort. Jam shumë... Edhe dhe me bandë. Rodine dashur, jam shumë mirë jo, si naftonin këto programe, edhe si dhe mos të që ashtë 2-3 herë që më keni ftu, kena bërë shumë gjanat bokra bashkë. Falemnerës fort të televizionet tuaj, por nuk e thëmë për këshillët, po kërkoj pa tjetër që të nërrohen programet me thirë, njerëzit e mire të hartit, të humorit, naturisht atyne që janë patriotet fuqishëm që i kanë dhënë fortivat, dhe me egzu këtë popull se u myten me politike, me nerva, me bomba, me çanta, me Po e gjyllim edhe me këtë këshill të të madhit Zevdeta, aktori madh i humorit skenës shqiptare. Ju falenderoj shumë që Falenderoj. Turoj shëndet, jetë gjatë edhe një herë edhe punë. Edhe pse ti the që po afron koha e pensionit, po jam e sigurt që artistët e mdhej nuk ikin kur nga skena. I kërkon populli. Jo, do të rinë skenëve se kam qefe dal pension, se kam me muqu rroga më tepër. Shumë mirë. Turoj suksese. Juli, suksese edhe ti. Faleminderit shumë. Faleminderit që na ndoqët, të dashur miq. Takojmë nesër. Mirupafshim.